Po patjetër që ka nëna që kanë provuar dhe janë dorëzuar, kanë provuar çfarë ka pasur koha dhe kanë për këto të reja që dalin pyesin, domethënë si thua atë ja bëjmë, a ja vlen, as ja vlen. Dhe patjetër që këshilla jonë është, edhe unë si nën, se jam vetë nën edhe nga kjo nisem dhe sa kam lexuar dhe sa jam e informuar dhe me përgjegjësinë personale timen, i them që asgjë që dëgjon nuk mund të jetë patjetër e mirë për djalin tënd. Pa patur një ekip ose një mënyrë ekzaminimi, siç janë analizat, siç është një ekzaminim mjekësor, i cili ta vërtetoj që kjo lloj terapie tani po hecën ka vlera, ka përmirësime, ka sadopak përmirësime. Këtë e orientoj, domethënë kujdes, mos bini viktim e çdo gjëje që dëgjoni dhe shikoni, sepse ne tashmë jetojmë në këtë botë ku shfrytëzohen maksimalisht nga ata interesat të ngushta dhe të njerëzore për të luajtur me ndjenjat e prindrit